Në vitin 1555, 470 vite më parë u botua vepra meshare i Gjon Buzukut, të cilën e nisi ta shkruaj në 20 mars 1554. Meshari konsiderohet si vepra letrare më e vjetër shqipe, botuar dhe ruajtur deri më sot. Libri përbëhej nga 180 flet, mirëpo kopja e librit që ka arritur është e cunguar dhe i mungojnë 16 faqet e para, e midis tyre dhe kopertina me faqen kryesore. Buzuku ishte prift katolik, famultar i një kishe në Shqipërinë veriore, jo aq larg nga vendi i botimit dhe një nga lëvruesit më të rëndësishëm të gjuhës shqipe. Me veprën e tij ai konsolidoi një traditë të rëndësishme të shkruarit të gjuhës shqipe me alfabet latin. Ishte franceskani atë Justin Rota, i pari që solli nga Biblioteka Apostolike e Vatikanit në Shqipëri. Në vitin 1929, 3 riprodhime të fotografuara të librit më të hershëm të botuar në Shqip. Viti i botimit të Mesharit njihet viti 1555.